Alba Story prezanton Mirëmbrëma të gjithëve. Mergimi të ndryshon, të bën tjetër njeri. 10 vjet. A dini se çfarë do të thot me uropat rrugëve të Italisë, me punun nga mëngjesi deri në darkë, duke fjetur në përdhoma të ftohta e duke numëruar qindarkat. 10 vite pa shkel tokën time, pa i par njerëzit e mi, kur më në fund, pas aq shumë vuajtjesh, arrita me i marr letrat e Italisë. Më duk si kur kisha kapur qiellin me dorë. Bileta e parë që preva ishte për në Shqipëri. Kthimi në vendlindje pas një dekade ishte një gëzim që nuk përshkruhet me fjalë. Isha shumë i lumtur. Shkoja der me der, takoja këdo që me binte ndërmend. Të afërm, miq të vjetër, komshinj. Doja që ta shmallja shpirtin tim me çdo gjë që kisha lënë pas. Por kjo jetë i ka ca të fshehta që ti nxjerr përpara atëherë kur je më i pambrojtur. Historia lidhet me tezën time, por që në fakt nuk e kisha tamam teze. Është histori e gjatë t'ju tregoj përse nuk e kisha tamam teze, por do e merrni vesh tani, sepse do i bie shkurt. Kur ika unë në Itali, ajo ishte ende e re. E mbaja mend si një grua e thjesht, e cila dikur më mësoi vetëm si të bëja baklava. Ishte shumë e zonja në gatim dhe shpesh herë na bënte ëmbëlsira për çdo fest. Njën nga këto ditët e nxehta të këtij muaji, zhegu po ma merrte frymen. As hija nuk bënte derman. Vendosa të marr makinën e të shkoja në një pishin pak më larg qendrës, një vend i bukur, i rrethuar me gjelberim. Kisha qef me ndenjt vetem, me pi diçka të ftohtë e me u qetësu nga gjitha i lëmsh njerëzish që kisha takuar ditët e fundit. Gjeta një shezlong aty afër ujit. Porosia erdhi shpejt. Mblodha mendimet e mia, kisha vënë syzet e diellit dhe po shijoja pijen e ftohtë. Ku pa pritmas, aty, nga sheshi i pishinës, kaluan 2 gra apo 2 vajza. Ishin me rroba banje normalisht dhe kishin nga ato forma trupore që të bëjnë të harrosh se si quhesh. Të dyja me syzet e errta, po esnin ngadalë buz pishinës si 2 sorkadhe. Unë i hoqa syn nga gota e nuk po dija nga t'i çoja. As nuk i njoha kush ishin. Thjesht, instikti im nuk me linte t'i injoroja kur shihja as i mrekullish. Njëra prej tyre, ajo që kishte një trup aq të dredhur sa dukej si e pikturuar, ktheu kokën nga unë. Ndaloj hapat, e shoqja asaj eci edhe pak. Po kjo u kthye prapa. Filloi që të më ofrohej mua. Për një moment mendova se mos i kisha zënë vendin, ose mos po më ngatronte me ndonjë tjetër. Kur erdhi, fiks përballë meje, ngriti dorën dhe i hoqi syzet e diellit. Me ra gota nga dora. Ishte ajo që e kisha si teze. Ishte vërtet ajo. Çfarë kishte bërë koha kështu? 10 vite e kishin transformuar atë gruan e dobët në një femër aq të bukur, aq të lulezuar, sa që me habiti. Lëkura asaj kishte marrë një ngjyrë gruri nga dielli. Flokët i kishin rënë mbi supet e zbuluar dhe më shikonte me një buzëqeshje që nuk i ngjante fare asaj të shkuares. Po ti qenë ke bërë burri vërtet, me tha, dhe ul
pa u menduar 2 herë, aty në cep të shezlongut tim. Zëri I kishte marrë një tingull aq të thellë, sa që mu rënqeth gjithë trupi. Zdia nga ta shikoja. Isha aq ngosht sa po me rridh të djersa. E kisha përballë në rroba banjo me atë trup të mrekullueshëm dhe gjithaj mendim që ajo ishte kinë se njeriu I shtëpisë, po shkrihej me shpejtësi. Ajo e thiri edhe shoqen e saj, e ulën të dyja pran meje. Porositën pijet e tjera. Ajo fliste, me tregonte se si kishin kaluar vitet këtu. Por unë dëgjoja vetëm gjysmën e fjaleve. Sytë e mi të radhtoheshin vet. Ajo e dinte, femra e kupton me njëherë kur një burr hutohet pas saj. E kështu nuk ma hiqte shikimin, e çdo herë që qeshte, anonte pak nga unë, sa që me vinte aroma e atij vajit të trupit që kishte lyer lëkurën për diell. Pas një ore muhabet që po bënim që të tre, shoqa e saj shikoi orën, tha që kishte një punë urgjente dhe unë ngrit e iku. Ne mbetëm vetëm. Dielli po e rëndonte edhe më shumë situatën. Kishim aq shumë kohë pa u parë, me kishe munguar. Me tha ajo me zë të qerrët. Edhe ti ja ktheva. E edhe zëri im doli I mbytur. Tensioni mes nesh nuk ishte më I padukshëm. Ai qëndronte aty vazhdimisht si një tension I pathyer. Është shumë vap, tha ajo, duke kaluar dorën përmes flokëve të saj. A hym në ujë të freskohemi pak. Unë ngrita ngadalë pa I kthyer përgjigje, si shenjë miratimi, dhe esëm të dy drejt shkallëve të pishinës. Uji vërtet ishte I kristalt, I pastër, po sa po u futëm brenda, kuptova që ai ujë nuk do me freskonte as një grim, por përkundrazi. Në atë orë, pjesa ku u futëm ne ishte pak më e thellë dhe pak më larguar nga sytet e tjerëve, që ishin mbledhur aty tek bari. U futëm deri në nivelin e gjoksit. Uji krijoi një lloj fshehtësie, një vello që mbulonte çdo gjë që ishte poshtë sipërfaqes. E shikoja teksa notonte ngadalë drejt meje. Flokët e lagur I rrinin pas fytyrës. Distanca mes nesh po shkurtohej. Kur mbeti rreth një pëllamb larg meje, uji për rreth nesh sikur filloi të vlonte. Çdo logjik që mendoja si kisha marrë me veten nga Italia, u mbyt në atë pishin. Pse po më shikon ashtu? Me tha ajo. Zëri I saj e honte I but me zhurmës së lehtë të ujit. Sepse nuk po besoj që je ti, I thash, duke guxuar e duke bërë hapin e fundit për ta mbyllur distancën. Trupat tanë u përplasën lehtë në ujë. Ajo goditje e lehtë, lëkur me lëkur, ishte një shkarkesë elektrike që me bllokoi trurin. Poshtë sipërfaqes së ujit ishte ajo. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.